Papa Leoni XIV viziton zojën e Shkodrës, kisha ku ruhet ikona që iku në mesjet. Papa Leoni XIV ishte sot pasdite në qytetin jashtë Romës për të vizituar privatisht vendin e adhurimit të pranisë augustiniane ku ruhet figura e zojës, ardhur aty nga Shqipëria në prag të pushtimit nga turqit. Papa përshëndeti njerëzit në shesh dhe u lut para figurës së Virgjëreshës Mari, që njihet edhe me emrin Zoja e Shkodrës. Kam dashur shumë të vija këtu, në këto ditë të para të shërbesës së re që më dorëzoi kisha për të çuar përpara misionin si pasardhës i Pjetrit. Lidhja e Agustinianëve me pajtoren e shqiptarëve është e njohur. Papa Agustinian ka për të devocion të veçantë. Jo më larg se të dielën e fundit të këtij muaji të gjithë besimtarët katolik shqiptar në Itali do të shtegtojnë te kjo zojë për ta nderuar dhe për t'u lutur siç është bërë tashmë traditë.